është bashkëshortja yte, e ke obligim me trajtuat në formën më të mirë të mundshme. A di si dush me trajtuat? Si kur vajzën tante. Shumë me vend që ka. Se shumë kushit i djekte vajza e vet, edhe ka qef vajza e vet të respektohet ndaj prej burit, të respektohet, të nderohet, kështu me radhë, atë bashkëshortën e vet do më thonë diktator. Ndaj bashkëshortës së vet sillet sikur me qenë diktator. E kur vjen puna, vajza e vet do të thotë çet kanune dhe çet rregulla fetare dhe sheriat mundohet me tregu, a me pyet bashkëshortën e vet si është sjell ky ndaj asaj, do të si mazi. A haron ky se kjo bashkëshortja e këtij është vajza e dikujt, që e kalon babën dhe nonën ka ardhur te ti. Të kemi frikën e Allahut. Të kemi frikën e Allahut dhe të mos e fshehemi ignorancën tonë pas Islamit. Jo, kjo s'është islam kjo. Islami nuk e toleron padrejtësinë. Stop zullumit ndaj grave.